Përmendë edhe një gjë që i shkrerët e UÇK-s, këtë rast udhëhecia e UÇK-s ka synuar që t'i luftoj dhe t'i përshkatoj anëtarët në pushtet të Serbisë në kohën e Miloševićit. Si e shihni këtë duke pasur parasysh që kemi qenë në një luftë me ta? Po kjo tentojë ne me na shtimë vetë. Të ngrisë sërish një tension me serbërët dhe kosovëtarët. Edhe të shtin qytetarët që ajo të jenë më hakmarrës ndaj neve, mos më na desh neve. A do thotë kjo që kjo gjykat realisht po vepron kundër shtetësisë së Kosovës, kundër ish-krerëve, përkundër që realisht është formuar nga kjo gjykat jo që lufton shtetësinë e Kosovës, po kombi shqiptar e lufton. Se ne jemi shqiptar, ne jemi shqiptar të Kosovës që jetojmë në Kosovë. Kjo që luftuar kombi shqiptar, që ne mos ekzistojmë si komb, ne mos ekzistojmë si ushtritë shqiptare, do të thotë ne s'pas kompost të jetu për vendin tonë. Ne s'pas kompost të mbrojmë kombin tonë në fëmijën tonë dhe vendin tonë. Kjo është gënjeshtër e madhe kësaj që bëni sot dhe kjo tentoi t'i lunë një lojë dy fisht. Antarët e shtapit tani thotë dikur pe denoj thotë në mënyrë personale apo vetjake apo vetëm personale se ju këta s'ka. A tërkohën e përmend zinxhirin komandues, tërkohën e përmend, fund thotë jo ne spedilimi që kanë po bidenojmë individat. Çfarë gënjeshtër bën? Çfarë dallimesh mundohet me bëj gjykat. Kjo mendon se na sot s'po dina kush është ekzisteni se një. Po tek ne në Kosovë ka jurista të mirë, ka avokat mirë, ka prokuror të mirë, ka gjyqtar të mirë, ka mjek të mirë. Sot do fëmia djeptën atë. Këta po mendojnë në çdo formë që ta bëjnë diskriminimin e UÇK-s.